denoncimit që kemi bërë më datë 19 shkurt 2025, më datë 24 shkurt 2025, kemi depozituar një kallëzim shtesë me prova të reja dhe me subjekte të rinj, ndërto të kallëzuar janë Arta Marku, ish prokurore e përgjithshme, Agron Mala, ish kryetar i Bashkisë Dibër, Salis Kura, ish shef i komisariatit në Kamës dhe persona të tjerë të pa identifikuar ndaj nesh, por edhe në rastin e kallëzimit të shtesë, kallëzuar për të njëjtat veprat penale si në kallëzimin penal të parë. Sipas vendimit datë 17/3/2023, jashtë afatit të parashikuar nga dispozita ligjore, prokurori Dritan Prençi, i njëjti prokuror që vijon të amnistoj përgjegjësit kryesor për inseneratorin e Tiranës si Edi Rama dhe Erion Veliaj, vendos mos fillimin e këtij procedimi penal numër 47 datë 3/3/2025, ndërkohë në 14 faqe arsyetim, siç po e ndiqni edhe në ekran, nuk ka dhënë asnjë fakt për këtë kallëzim penal bërë nga Partia Demokratike, por ka marrë në analizë në fakt dosjen e parë, për cilën ne edhe jemi ankuar, dosje e cila sot gjykohet në apelin e jurisdiksionit të përgjithshëm.